u bënë sot 30 seanca, 30 dështime, 30 shfaqje të papërgjegjësisë, të skajshme institucionale dhe 30 tentime për ta uzurpu vullnetin e qytetarëve dhe për ta mbajtur pengat në funksion të përmbushjes së ambicjeve dhe imponimeve të një partije e cila për herë të parë në historinë e Kosovës nuk ka shumicë parlamentare, ndërsa kërkon që t'va imponoj vullnetin të zgjedhurve të popullit tonë. Sot, në ditën e çlirimit të Prishtinës dhe në vigjilje të përvjetorit të çlirimit të Republikës Kosovës, të lirisë së qytetarëve tonë, fillimisht duke uruar të gjithë ata për këtë ditë ndër më të rëndësishmet në historinë e re të kombit tonë, unë vërtet shpreh keqardhjen për këtë situatë në të cilën na ka sjell lëvizja vetëvendosje me kryenësinë e saj politike. Ky vend është bërë me shumë mund, me shumë sakrificë dhe me shumë përkushtim, dhe më e pakta që do duhet që politikanët e sotëm, e sidomos ata që marrin përgjegjësi për të ndërmarrë hapat e parë, siç është rasti me zotin Kurti dhe partinë e koalicionin që ai udhëheq, do duhet që në nderim të kësaj sakrifice e të këtij shteti, e tyre institucioneve që janë bërë po me atë mund dhe sakrificë që e thash, të ishin përgjegjshëm dhe të kuptonin që asgjë përtej verdiktit qytetarëve nuk mund të imponohet në këtë vend. Qytetarët e Kosovës meritojnë më mirë, meritojnë më shumë, dhe ne si Partia Demokratike të Kosovës e rishprehim edhe një herë qëndrimin tonë, që jemi të gatshëm për të dhënë zgjidhje kësaj krize politike, duke mundësuar votimin e një kandidati apo kandidateje që vërtet e merr shumicën e votave për të shkuar tutje pastaj edhe në fatet kushtetuese që mundsojnë krijimin e qeverisë së re. Më lejoni po ashtu të shfrytëzoj këtë rast që të shpreh keqardhjen dhe indigniatën e kundërshtimin e madh për ndalimin arbitrar të padrejtë të ish policit Kosovës, Arnor Spahiut, i cili po mbahet nga regjimi serb në mënyrë të padrejtë, po për më shumë të shpreh pakënaqësinë me mos reagimin institucional, me mos reagimin e qeverisë Kosovës, e cila ende asnjë fjalë të vetme nuk e ka thënë për ndalimin jo vetëm të një qytetari që do duhej, po të një shërbyesit Kosovës, një prej antarëve të forcave speciale të policisë Kosovës, të cilat kur ju duhen me gojën plot i ngrisin në qiell me lëvdata meritore, ndërsa tani nuk e thon asnjë fjalë spaku për të ngushëlluar familjarët e tyre. E kjo është më e pakta sepse në fakt qeveria dhe institucionet do duhet që aktivisht të merreshin me lirimin sa më të shpejt të Arnor Spahiut. Thras me këtë rast edhe bashkinë ndërkombëtare që të ndërhyjnë, që të ushtrojnë presionin e tyre për të liruar këtë djalë të Kosovës, i cili atje po mbahet në mënyrë arbitrare dhe të padrejtë. Tjetër, dëshiroj që të shpreh solidaritetin tim me punëtorët e shumt që sot edhe një herë po protestojnë ngritjen e çmimit të energjisë elektrike për mbi 1300 bizneset Kosovës, dhe ngritje kjo e cila po rrezikon edhe punën edhe mirëqenien e mbi 140.000 të punësuarve në sektorin privat, që janë më shumë se 1/3 të punësuarve total në vendin tonë. Blokada që lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni i saj po vazhdon ta mbajë në kuvendin e Kosovës, po na e pamundson që në mënyrë institucionale dhe ligjore të ndërmarrin veprimet që do ta kthenin normalitetin në sektorin e energjisë, parazgjithash duke i shkarkuar antarët e zyrës rregullatorit të energjisë dhe pastaj duke mundsuar anulimin e këtij vendimi të padrejtë, i cili duke u thirrur në tregun e hapur pa pasur fare një të tillë, po arëndon barrën jo vetëm bizneseve, por në mënyrë zinxhirore do të arëndoj barrën e secilit qytetar dhe çdo familje në vendin tonë.
Po. Megjithatë është shprehje e gatshme me punë. Secili politikan secilin temë. A është mauza I autorizuar nga politika që me bisedu për koalicione të mundshme e para dhe vita apo gjosa që në ndonjë nga këto ditë kemi më pas bashkë me Albin Kurtin të hiku vende edhe me përmund qeverisë bashkë me ju. E para unë besoj që zoti Hamza ka qenë shumë I qartë dhe e ka treguar fiks ashtu siç ka ndodhur. Zoti Kurti me insistim ka dëshiruar që të ketë një takim për diskutuar për temat ndërkomunale, që realisht që është punë e tij. Por në një situatë kur ai vërtet smerret me asnjë temë në interes qytetarëve, është I mirë për të bërë show e propagandë. Në traditën e shqiptarit është kur të vjen edhe I huaji te dera me hap derën dhe momentin që ai ka shkuar në zyrën e zotit Hamza Mitrovic, ne jemi në hasmëri, normalisht që mirëpritet se zoti Hamza është një nga të paktit politikanë që vërtet kanë ndërtuar vetëm mura, bashkëpunime e komunikimi me gjithë duke pas një kontribut drejt për drejt e depolarizimit kësaj skene politike. Kështu që është e vërtet as që është pritur, e as që kemi dëshirë, e as që është diskutuar për çfarë do çështje që ndërlidhet me zhvillimet nacionale, pra edhe me krizën politike, as më pak me ndonjë koalicion të mundshëm. Kështu që jo, nuk do të më shohësh me zotin Kurti duke hyrë në kuvend për të bërë koalicion. Ne kemi bërë qartë një gjatë tillë, ati I takon që ta zhbllokoj kuvendin, sepse I takon që ta propozoj një kandidat që mund ta marrë shumicën e votave deputetëve, me qenë se s'ka arritur që të krijojë shumicë parlamentare. Pjesa tjetër pastaj e rregullon kushtetuta. Urdhëni. Përbes është vështirë me e racionalizu mendësinë e tillë. Unë nuk po mundem me I dhonë racionalitet ose arsyeshmëri me thonë po e bën këtë për këtë arsye, sepse s'ka arsyeshmëri, nuk është e arsyeshme, nuk është e përgjithshme kjo sjellje e zotit Kurti deri sot. A e vetmja gjë që besoj është evidente është që ai s'ka numra për të bërë kryeministër dhe duke mos mujt me bë veten kryeministër, atëherë po e bllokon kuvendin duke e vendosur Albulena Haxhiun si shtyllën mbrojtëse ku thyhen shtizat, e ky duke arsyetuar që kënë se unë I kam votat që ke dim gjithë, edhe ju këtu që jeni çdo 2 ditë bashkë me neve që si ka. Tradita shqiptarët është nga qenë deri kushto që të janë shtyp, por mbrapa shtëpisë shqiptarët kanë zakon me shku, dhe kjo e roli farë mënyrë si një takim urgjent me ata, pasi që hyrja komunës të Trevisës është pra 10 ka është. A keni diskutuar për këtë? Shikoni, kërkesa ka qenë zyrtare dhe është drejtuar përmes kanaleve zyrtare zotit Hamza në cilësinë e kryetarit komunës Mitrovicës Jugut dhe si e tillë është pranuar. Tash me thonë drejtën ka I kanë rronë, s'kom qenë aty se nuk kam autoritet në pushtetin lokal. Po. A jeni edhe për vërtimin një qeveri me bazë të gjashme në kërkesë, e kërkesë pa 2 javë shumë? Momentin që thot zoti Kurti po, atëherë bisedojmë, po e kam thonë disa herë, ne se kemi refuzuar asnjë opcion, asnjë kërkesë, por në rastin konkret, propozimi për një qeveri të unitetit në kupton që duhet me qenë gjithë bashkë. Kur njëna palë thot jo, atëherë automatikisht s'kemi çka diskutojmë, sepse nuk janë palë të cilat nevojiten për me e materializu një gjë të tillë. Tashmë nuk është befasuese që këta e kanë uzurpuar edhe autorizimet edhe kompetencat të qeveritare në kundërshtim me ligjin që e kanë miratuar vetë. Thjesht është një udhëtim I kot. Ju them drejtën se asgjë prej atij takimi nuk ka, as nuk del. Këta edhe në kohën kur e kanë pas autorizimet e plota edhe legitimitetin për të ndërmarrë veprime, nuk kanë qenë zot që ta çojnë një hap tutje dialogun. Ne jemi nën sanksionet Bashkimit Evropian, 2 vite tashmë, dhe ai takim ka qenë është tani var arsyetimi për te 3 palë që kanë marrë pjesë aty, me thonë që po bëjmë diçka. Po prej aty të takimeve nuk besoj që ka me pas çfarë do lloj rezultate të fundit. A keni ndonjë dakordim të grupit parlamentar që mos veni më nëse nuk ka ndonjë zgjidhje,
Edhe ju tha që nuk do të shohim me zotin Kurti të hynin në kuvend së bashku për një Po. koalicion të mundshëm, pa të shohim duke votuar për shpërndarjen e kuvendit në mënyrë që të hapet rrugë edhe zgjedhjeve të përgjithshme, sepse duket që kjo është vetëm ajo që na pret. Po e vërtetë është që është bëhet tepërt. Asnjë prej nesh s'kishim paramendu që kanë më moj 30 seanca e ky kuvend s'ka me qenë zgjendje mas pari me konstituu vetën, me zgjedh kryesin e kryetarin a kryetaren që udhëheq punën e kuvendit. Është e tepër dhe unë besoj që asnjë prej neve deputetëve, s'po ku flas për deputetët e PDG-s, nuk po ndjehemi mirë, por nuk është në dorën tonë me zhblloku. Ne kemi dhënë opsionet tona, ai ka 40 opsione për avërci zoti Kurti që kur dëshiron, edhe sot mas dite nëse thirrën një seancë, mundet me zhblloku këtë situatë, po jo me antarët e kabinetit tij qeveritar, sepse i kemi bërë qartë që ata nuk i votojmë, sepse i mbojmë përgjegjës për dështimin dhe degradimin cilin ja kanë shkaktuar vendit tu. Kështu që edhe zoti Hasani që ka thonë gjë të tillë shihni nga prizmi i si me thonë kundërshtimit asaj që po e thonë këta tjerë për votimin e msheft që ne po a imponojmë deputetëve. Ne si a imponojmë deputetëve asgjë gjë se deputet kushtetuta i siguron që nuk i nënshtruan asnjë mandati detyrues. Kështu që e kuptoj në shprehjen e një frustrimit të tillë. Tjetra për çfarë përket shpërndarjes kuvendit, shikoni, ne kemi marrë zgjedhjet para 4 muaj. Qytetarët e Kosovës më shumë se kurdoherë, gati 1 milion prej tyre kanë votuar, kanë shpreh verdiktin e tyre dhe kanë kriju një situatë për cila në pamjen time ka qenë e qartë prej asaj nate të zgjedhjeve. I kanë thonë jo sundimit një partijak dhe ja kanë thonë shumicën partive të ish opozitës. Fatkeqësisht ne s'patë mundësi deri tash me kriju qeverinë e partive të ish opozitës, përkundër që e kemi shumicën dhe ajo shumicë do të bëhej nëse një gjë e tillë do të kishte vullnetin e gjitha palëve. Por nëse tashmë i kemi të shpallura zgjedhjet lokale, unë besoj që do të jetë një papërgjegjësi e madhe që të shkojmë edhe një parë zgjedhje para zgjedhjeve lokale. Pothuajse gjithë këtu pak a shumë jemi në pritje të situatës kur s'ka dhënë mandati i presidentës, që i bie dikon në prillin e vitit të ardhshëm, dhe sipas kushtetutës, nëse nuk zgjedhet presidenti a presidenti i ri një muaj më herët, ne shkojmë automatikisht në zgjedhje. Besoj që mjaftojnë çato zgjedhje dhe këtu para saj që janë zgjedhje komunale. Faleminderit shumë.